Ju përshëndesim, mirë se vini në këndin ton të gatimit. Mirëmëngjes zonja Vjollca dhe javë të mbar. Faleminderit, edhe ty javë të mbar dhe gjitha mvisave. Ju përshëndesim nga ekrani, një javë të mbar të gjithë, siç the edhe ti. Dhe sot do të përgatisim me të gjitha përbërësit që kemi marrë tek KMY-ja, siç e din të gjithë. Dihet tashmë që ne çdo fundjavë shkojmë bëjmë pazarin. Do të përgatisim një pul me kërpudha të freskëta. Si thua, bëjmë një xhiro një herë tek KMY-ja? Për të parë gjithë ata ambient dhe më pas gjithë produktet që kemi marrë për këtë javë dhe më pas kthehemi për prezantuar recetën tonë dhe të nisim me njëherë gatimin. Një insert. Miq të dashur, kemi shfrytëzuar sot një ditë bukur në Tiranë, që rrallë ndodh ke diell për të, meqense jemi në sitën e Vjeshtës dhe si gjithmonë me zonjën Vjollca, kemi ardhur tek KMY-ja, i vetmi destinacion ku mund të bëjmë të gjithë pazarin e javës për të bërë dhe ne blerjet tona. Kjo është dita e pazarit për ne. Fundjava na zë tek KMY-ja, kemi ardhur tek KMY-ja Ela Prakës, është një nga 17 supermarketet që ka në Tiranë, kështu që avisat e kanë më të lehta në tashmë të gjejnë se ku ndodhen supermarketet e KMY-s, dy të tjera janë edhe në Durrës, që dhe anvisat e Durrësit mund t'i gjenë se ku janë supermarketet e KMY-s, sepse aty do të gjenë produktet e mishit, do të gjenë perime, fruta, çdo gjë që na duhet në shtëpi. Ne vetëm kur letëm me vete. Na ndiqni për të bërë pazaret e javës. Tu ka dy kate, madje mund të shfrytëzojmë dhe barkafen më vonë. Po, patjetër, po fillojmë me mishin një. Me produktet e mishit që ndodhen në katin e parë. Të gjitha produktet, sepse sikur e ke thënë vetë, të frymëzojnë më shumë për receta. Po, është e vërtetë. Kemi ardhur në sektorin tonë të preferuar, që është sektori i mishave, lloje të ndryshme dhe sigurisht që ajo çka e dallon KMY-n nga dyqanet e tjera është freskia. Përshëndetje. Përshëndetje, sa të mire keni këtë mishre të gjitha pa përjashtim, por ky tas kebab një pas yndyr asgjë, të gjitha shkëlqyshëm. Mish të grirë na duhet, tas kebab, do një biftek, si do duket? Po marrim dhe biftek. Normale. Më duket sikur i keni prerë gjitha kështu njësoj janë. E pra si ruz. Faleminderit. Mirupafshim, faleminderit. Të paktën bazën e mishrave e kemi të garantuar që kemi të cilësisë më të lartë, edhe të freskët, pastërtia mbizotëron tek kudo. Tani shportën me mish e mbushëm, tu ma t'jemi bërë si të shtëpis të KMY-ja, sepse vim çdo javë që bëjmë pazaret, e tim gjitha sektorët. Kështu që mishi ka nevojë për salca të ndryshme për të marinuar. Që japin shije, sallatave të ndryshme. Salcë, mustard. Dhe shkon vetë dora, aty ku ka shije dhe që na jep më shumë mundësi për të gatuar salca të ndryshme. Salca Helma, se kemi mustardën me spec, marim vetëm një me spec, këtë tjetën që more ishte pa spec, marim edhe një me spec, pa tjetër. Marim një pelargos. Po, pelargosi është kryefjala, aq më tepër, që është... Madje shiko, është në paketim të ndryshme, jo vetëm në paketim të madh, po ja mjafton vetëm për një porcion e kemi gati. 100% domate të freskëta, aq më tepër që tani sa vjen më tepër. Po, largohen nga tregu, le të themi, perimet që janë të stinës dhe kjo edhe ndërton më së miri. Domatet e largohen, se kemi pelargos, se kemi domate brenda. Brenda në kuti, morëm këtë paketimin që është paketim domate vërtet. Më i madh. Është shkëlqyer. Është miks për të gjitha llojet e gatimeve. Madje unë them se morëm pak. Kush ka marrë dhe vim çdo të shtunë këtu ja. Edhe dy të tjera.
Tani në kam betu Tani, me zi për i mbanë, mbreti tavolinës, që është vaj ullirit. Kemi drejt fundit vajin e ullirit në kuzhinën tonë, kështu që Altisi na pret në katin e dytë këtu te KMY-ja, është sektor më vete, po ikim ta marrim dash. Po patjetër. Tani jemi ke vajrat, Nikia. Në sektori vajrave dhe ne dim ku ndalemi sepse Altis është mbreti i tryezës. I tryezës tande, i tryezës Sigurisht Ambisave. Altis, nuk ka si të bëhet gatimi i shishëm, sallata e shishme, po shoh që pas ka një produkt të ri, Niki. Po, pas ka një produkt të ri nga Altis, një paketim i ri. Ja mund ta shohim dhe pastaj bëjmë zgjedhjen tonë. Është ky paketim, është 4 litrosh, vaj Altis dhe bashkë ngjitur një salcë. Në ofertë dhe salcë. Salcë zëmate. Kështu që nga kjo përfitome vetëm vajin ullirit për dhe salcën. Paguaj 1 merr 2. Shumë mirë. Kështu që ne dim tani që vlerat që ka Altis dhe për t'i ardhur në ndihmë gjitha anvisave që janë në zgjedhjen e tyre. Përveç është ligë dhe ritregut në Greqi, ai prodhohet nga Elais, kompania që ka më shumë certifikata nga organizatat e njohura ndërkombëtare për zgjidhjet nga varietetet më të mira të vajit të ullirit ekstra të virgjër, mbas vlerësimit të përvitshëm në më shumë se 70% të prodhimit të vajit të ullirit në Greqi. Ruan gjitha vlerat ushqimore, cilësinë e vajit të ullirit si aciditetin e ulët, pastërtinë, vlerat ushqimore, ka vlerat ushqimore mesatare për 100 ml, për 100 ml sa energji ka, sa proteina, pra ne për 100 ml vaj ulliri kuptojmë dhe sa proteina apo energji, karbohidrate, sheqer na marrim. Pra, një vaj me cilësi superiore. I përgjigjet shkëlqyshëm dietave mesatare. Dhe e vërteta dhe sekreti dikush është i Altis se merret nga ulliri i freskët në mënyrë mekanike. Ka një lloj përpunimi tjetër. Kështu që ndaj dhe ne nuk i ndajemi Altisin. Bëjmë zgjedhjen tonë. Unë nuk lodhem kur së mbajtur në duar Altis, edhe pse është. Megjithëse shife, kemi lloj mundësish për zgjedhje. Nëse kemi sallata për përdorim, kemi këto 1 litroshe. Po do ta marrim Që kemi ne këto me këto operojmë se s'mund ta edhim gjithë atë 4 litrosh. Ja. Po është dhe ky paketimi tjetër 2 litrosh për një familje më të madhe. Ato që s'kan mundësi ta marrin sot 4 litrosh, le të marrin 2 litrosh, nga distre të marrin. Ka 3 lloj mënyrash, është 1 litrosh, 2 dhe 4. Zgjedhja ju Altis zgjedh salca pelargos. Kishte zgjedhje me kuti të madhe, dhe zgjedhje me kuti të vogël. Ne përderisa kemi produkt të ri, po marrim të 4 se s'po e ndan nga dora. Po, kam shtrëngu fort. Kështu që, zonja Visa, kur ne të skuqim ndonjë gjë përveç vajit të ullirit, sepse dim që skuqet, marrim dhe vajin Flora, dhe marrim këtë paketimin. Është një vaj shkëlqyer. Po, vajin e misti që është 1 litër dhe përmban gjithmonë në formë i pasur me vitamine natyrale E. Kjo na duhet, i pastër. Marrim Florën, marrim dhe Altisin, edhe me vrap të kasa, sepse duhet të përfundojmë pazaret e kësaj jave, jemi në studio, por fillimisht do të paguajmë. Lupafshim. Dhe kur ke bërë gjitha pazaret, ndihesh si më e sigurt, kështu, kur jemi në kuzhinë apo në shtëpi kudo për produktet. Pyet mamin, pyet veten, mua po e po njerë, që unë po e pata frigoriferin plot me përbërës, atëherë fillon fantazia, sigurisht të rregulloj, të sajoj, dhe në fund më mbetet pak këtu, pak aty, i bashkoj së bashku dhe kaloj dhe një vakt. Gjithmonë me hesap në dorë. Dhe hesapi, si që pat vetë, te KMY-ja del shumë mirë, jo vetëm hesapi, por që unë të flasë më tepër, se çfarë produkte shkatje, më duket e tepërt. Për arsye se ju e pat vetë, duket që nga ngjyra, duket që nga përbërësit, po. Ne kumbujt i kemi marke KMY-ja, avokadot ke KMY-ja, helmas ke KMY-ja, dhe tani s'më mbetet gjë tjetër veç të filloj puna. Se pak a shumë përmundet sa përbërës, me recetën e parë sa përbërës. Si që kemi shkruar, kemi kofsha pule me këpurdat të freskta. Gjithashtu dhe këpurdat ke KMY-ja. Fillimisht përbërësit kemi
këtu ka i qik më shumë se 500 gram mish, nga një kofsh për çdo porcion, kemi 500 gram kërpudha, kemi 150 gram djath pice, përsëri te KMY-ja, kemi një lugë e gjysmë mjalt, kemi një lugë piper të kuq, piper të zi krip, 300 ml ose një gotë e madhe me lëng koncentrat pule, koncentrat knor, dhe na duhet 1 deri në 2 lugë, e shohim pak me sy, mustard. Mustarda në kombinim me mjaltin do t'i bëj një marinim të shkëlqyer pulës dhe do t'i japi një shije absolutisht shumë të mirë. Është pikërisht kjo që themi ne, që janë vërtet pulën, që si të hedhim vetëm kripën e ta skuqim, apo ta pjekim, apo ta zjejmë, shija është tek pula. Mjafton që t'jetë e freskët. Nëse e kombinojmë me pak gjë nga të gjitha këto të tjera, atëherë shija... Suksesit vjen nga salca. Pikërisht nga salca. Atëherë, në një tas të vogël, këtu, unë do të hedh, një lugë e gjysmë do të hedh unë për masën që kam, mustard. Bëhet fjalë për një lugë e gjysmë gjelle, ja. Pra, e nisim direkt nga salca që do të përdoret? Po, kjo është kryesorja për të realizuar të gjithë këtë që do të bëjmë ne sot. Do të hedhim mjaltin. Gjithë ky mjalt që është këtu do të përdoret, ja. Kemi thonë dhe kur bëjmë dressing të ndryshëm, mustardën nuk e përdorim vetëm për marinimin e mishrave, por e përdorim dhe për bërë ato salcat për sallatat të ndryshme që ne përgatisim. Pak krip, do të hedhim piper të kuq, një qik më pak se qka këtu. Të duhet që ta përzish? Po më duhet se të lyej pulën. E lëm këtu. Piper të zi. Dhe ajo çfarë e marinon akoma dhe më mirë, që jep një shije absolutisht, aromë dhe gjithçka, janë 4 lugë vaj ulliri. Pra, nga një lugë nga ato të para, të që ishte vaj ulliri, altisë. Mjalt dhe 4 vaj ulliri. Tani, të gjithë këto përbërës, i miksojmë së bashku. Provojnë se do t'ju shijoj shumë. Madje unë edhe patatet, kur i bëj në furr, i marinoj me mustard. Shumë mirë, po zakonisht kur flasim për marinim, përbërësit i lëmë të qëndrojmë për pak. Po. Është mirë që të qëndrojmë bashkë mishi bashkë me marinadën, që të thithi plotësisht, ka një kusht. Duhet t'jetë larë dhe mbasi të larë nuk duhet t'jetë i lagur, po duhet t'jetë i tharë. Kështu që mbasi e thajmë mirë mishin, do të marim tani një furç, i afrojmë këto mirë, afër, dhe e lyejmë mishin. Në këtë mënyrë kemi edhur erzat, vajin e ullirit, shijet ja kemi dhënë, kështu që sa më shumë të ri kjo, kam përshtypjen aq më e mirë bëhet. Tani, e lymë kaq dhe do të na teproj. Në fund, po do na teproj se edhe gjatë procesit që do të piqet në furr, ne përsëri do të vazhdojmë që ta lyejmë. Mbasi të kemi lyer copat e pulës, mirë është që t'jenë kofsha pule, do t'i mbuloj me një qese celefoni, dhe do t'i lëmë në frigorifer minimalisht, në qoftë se ju i lini 2 orë akoma dhe më mirë, dhe 3 akoma dhe më mirë, në një ambient të freskët në frigorifer të mbuluara dhe mishi e përthith komplet pjesën e marinatës. Po, se the, du t'jenë pikërisht të kofshët. Qasë kishtë të këmyja? Trasha kofsh, cungë pule, fileto pule? Po, fileton me kock, pa kock, krah, se dhe krahët mund të marinohen dhe mund të piqen në zgarë dhe japin një shije të mrekullueshme. Ja dhe këtë, dhe mund të largojmë tani atë pjatën. Aty e heqim bashkë me këtë. Në rregull. Para ngrohim furrën në temperaturën 200 gradë. Do të kaloj disa procese, ja. Këtu nga ka tepruar marinat. Që sigurisht do të përdoret pak. Po, pa tjetër.
Dhe këtu janë pulët, kofshat e pulës që kemi marinuar me çfarë me ato 4 përbërës që kishim në tavolinë. E mbulojmë me një qese telefoni dhe kështu duhet ta vendosim në frigorifer. Ne nuk kemi kohë që të presim sigurisht, po kjo është pranë. Por ne do të fillojmë tani të veprojmë se si do të procedojmë. Këtu tek lëngu i marinadës hedhim pak fare lëng pule. Unë tani do të vendos një tigan dhe vetëm sa do të jap pak nxehtësinë që t'i fus në furrë. Mos të harxojnë kohë shumë për t'u bashkuar bashkë. Domethënë që të piqet për një herë, po ta ketë marrë nxehtësinë gjithmonë mbasi e kam nxjerr nga frigoriferi, jo në akull, besoj se më kuptoni. Kur bëhet fjala për marinim dhe vendosim në frigorifer, asnjëherë në akull, bëhet fjalë për ambientet e freskëta në frigorifer. Tani, sa po të nxehet tigani, yndyrën e ka këtu brenda. Nuk është nevoja të hedhim sërish në tigan, po. Kërpudhat për këtë recetë është mirë që të jenë ose të vogla fare, ose të jenë mesatare dhe ne mund t'i presim në gjysmë. Jo se nuk bëhet me ato kërpudhat champignon që janë të mëdhaja, patherë do të duhet të na presim. Gjithmonë kjo recetë gatuhet me kërpudhat të freskëta. Këto kërpudhat do të përfundojnë tek tigani? Do t'i skuqim, do t'i hedhim direkt në tavë? Jo. Tani vendosim copat e mishit. Një lugë. Dhe këtu përsëri nuk e hedhim, na duhet ta bashkojmë ndoshta me pjesën tjetër. Okej, po e largoj apo po na duhet për ta vendosur? Jo, mund ta largojmë se tani vendosim direkt në tavë. Copat e pulës do t'i hedh direkt në tavë. Pra, e kemi parangrohur furrën dhe jo në një temperaturë të lartë, në një temperaturë mesatare, jo që t'i japim ngjyrë, po sa t'i ngrohim, Po. Sa pa ato të bëhen pikërisht në këtë fazë që do zonja Vjota, po i lexoj një herë menun. Po patjetër. I shpjegoj visave nëse temperatura do të jetë shumë e lartë, atëherë kjo do të na skuqet, do na erësohet, është edhe procesi që do vendoset. Dhe ne do gënjehemi, do mendojmë se është gatuar, pa jo brenda është e papjekur, Prandaj gjithmonë temperatura është mesatare. Kofsha pule me kërpudha. Kjo është receta për sot. Ju nevojiten 500 gram kofsha pule, 2 lugë gjelle mustard, 1 lugë gjelle mjalt, 4 lugë gjelle vaj ulliri altis, 1 lugë kafeje piperi kuq, 300 ml lëng pule, 500 gram kërpudha, 150 gram djath pice, krip, piper i zi. Shpresoj të keni shënuar, të keni arritur të shënoni përbërësit nga tabela jonë, sepse kjo tabel menuja do të zënësohet në pjesën e dytë me përbërësit e recetës të dytë të zonjës Vjolca. Është momenti që ne do t'i vendosim të gjithë përbërësit në tavë, sepse sigurisht është shkëputja që ne bëjmë zonja Vjolca. Sa po t'i përfundojmë, ta vendosim tavën në furrë dhe ne do të bëjmë një shkëputje për të pastruar gjithçka këtu dhe më pas t'i prezentojmë anvisave recetën tjetër. Do të hedhim këtu. E afrojmë pak në qendër. Po. Në fund të tavës. Pra në tavë ne nuk kemi hedhur fare yndyrë. Absolutisht fare yndyrë. Ka vetë pula. Dhe me që është përthithur, vazhdojmë përsëri tani, e lyejmë dhe njërë tjetër dhe vendosim përsëri në furrë. Po. Në qikë në brënda. Ja. Okej. E lëm 5 deri në 10 minuta dhe përsëri do të vazhdojmë të bëjmë një lyerje, por mbas 15 minutash do të hedhim dhe kërpudhat. Pra, si që shikoni, kërpudhat që kam pastruar me një pecet të lagur, mirë, janë tharë, janë të pastra, mbasi në fund të bishtave të tyre ndonjëherë ndodhen kështu si rërë, si baltë, e rëndësishme është të pastrojnë. Pra, pas 5 minutave që t'i lëmë fileto, ato kofshët e pulës në furrë, që do të bëmë dhe njërë? 10 deri në 15 minuta do t'a shohim temperaturën 200 gradë gjithmonë, e lëm dhe e kthejmë dhe përsëri vazhdojmë dhe marinojmë. Okej, shpresoj tani në pjesën e 2 do ta vazhdojmë të njëjtën recetë, po sigurisht do të nisim dhe recetën tjetër, dhe është momenti që ne të shkëputemi për pak dhe rikthehemi posaçërisht për të dyja recetat.
Mirë se u bashkuat, jemi në pjesën e dytë të gatimit tonë këtu në Vila 24. Zonja Vjollca do të na shpjegojë recetën e dytë, të cilën ne kemi shënuar dhe në menu për t'i shënuar përbërësit gjitha anvisat. Po, do të përgatisim një supë me kungull dhe me avokado. Do të thonë në njëri ku është kungulli. Kungullin me 600 ml, 2 kunguj me 600 ml ujë, të prerë kungullin në kubik, mbasi e kemi pastruar shumë pak, e kemi gryer, jo plotësisht lëkurën, e kemi zjerë për 3-4 minuta. Për arsye se kungulli, supa do t'jetë pak e ftohtë, jo supë e ngrohtë. Përbërësit e tjerë nuk do t'i kalojmë më tani në tigan, mjafton vetëm kaq, kemi përdorur koncentrat pule, ose ndonjëri që ka lënë këtë freskët pule, që ka zjerë pulë, akoma dhe më mirë, mjafton një bustin koncentrat në 600 ml ujë, pastaj rregullojmë me krip dhe piper të zi, do të përdorim pak kumen, do të përdorim 2 avokado, bishtat e 2 qepëve, një kokër limon ose një gjysmë, varet nga lëngu që ka limoni, krip dhe piper të zi. Pra këto janë përbërësit bashkë me koncentratin knor që ne do të përdorim për supën me avokado. 2 kunguj thash të njohë, 2 kunguj mesatar, dhe vetëm sa i kemi gryer prerë në kubik, e presim në kubik për arsye që të na gatuhet sa më shpejt, për arsye se duhet të jetë pak e ftohtë, jo shumë e nxehtë. Okej, përfitojmë nga koha ne që të nxjerrim tavën me pulën që kemi vendosur në furrë në pjesën e parë. Madje unë nxjerr dhe në një tas që të më ftohet çik më shpejt. Në mënyrë që të përfundojmë dhe recetën e parë, që ishte pul me kërpudha. Tani i them janë visave që vërtet ne, se më djegin duart, vërtet ne thamë që do t'a lejmë 15 minuta, por si që shohim, pjesa e marinadës që kishim, po thuaj se është në përfundim, për arsye se ne kemi lyer 2 herë me pjesën e marinadës. Nuk duam që të na thahet pula, sepse do të jetë shumë kërce, dhe e kemi ndihmuar përsëri me pak lëng dhe këtu koncentrat pule knor kam përdorur unë. Tani vazhdojmë, i luajmë përsëri, ishin zverdhur pak nga ana tjetër, i luajmë përsëri, hedhim këtë pjesën e lëngut këtu, e largojmë këtë, dhe rregullojmë kërpudhat. Hedhim kërpudhat këtu. Do të zvoglohen, nuk do të rrinë kaq të mëdha. Gjatësia. Po. Dhe do të jenë fiks për tavën që kemi ne. Ndërkohë pash që kishe edhe djath. Djathin do t'ja hedhim në 5 minutë në fundit, madje kur t'i hedhim djathin, do t'arrisim edhe 20 gradë të tjera temperaturën. Do vej temperatura 220 gradë, por do t'i lëmë kështu dhe një 10-15 minuta të tjera. Ja. Është shumë e shishme. Është shumë e shishme. I lëmë tani, të vendosim në furrë. Pra kërpudhat thjesht të marinuar me salcën që ne kishim përgatitur dhe lëngun e pulës bashkuar me të. Kështu si që janë, do t'i vendosim edhe njerë në furrë. Të të ndihmojmë që ta hapim qëtë. Kujdes. Dhe paka shumë në këtë mënyrë ne përfundojmë recetën e parë. Po. Në mënyrë që të vazhdojmë me supën e ftohtë. Tani receta e parë ka vetëm në 10 minutë në fundit, do t'i hedhim djathin, por do të kalojnë dhe 15 minuta të tjera, 10-15 e shohim. Të mpiksen gjithë përbërësit. Tani vazhdojmë në temperaturën 200 gradë. Ndërsa, mbas 10-15 minutash do të hedhim djathin, do të arrisim temperaturën dhe 20 gradë të tjera dhe do shohim derisa djathi të ketë shkrirë, të jetë miksuar me pulën, me... Dhe shqëndron si shtres, mbrojtëse. Si kur granitohet, si kur bën atë pjesën e kërces, është shumë e shishme. Nuk di shtë them tjetër, unë e kam provuar. Nuk e vënë në diskutim fare. Tani, këtu, thash, kemi zjerë. Thamë që avokadot dhe qepët nuk do t'i kalojnë fare në nxehtësi. Absolutisht. Vetëm kungullin që kemi zbutur. Të shfrytëzojmë dhe kohën, që të ftohet më së miri të presim avokadon. Avokado mund të përdorni edhe 3, nëse ju do të rrisni
akoma më tepër sasin, po. Ja. Me një lupë të nxjerrim. Ta gryer. Dhe avokadon do ta presim përsëri në kubik të vegjël. Do ta kalojmë një çik me lëng limoni. Ja, këtu në dras. Dhe nuk është nevoja të përmendim se sa e ushqyeshme dhe çfarë vlerash ka avokado në shëndetin ton. Kemi bërë madje një material posaçërisht për avokadon. Dhe tashmë anvisat janë njohur me vlerat që ka avokado. Ndonjëherë kemi thënë që edhe bërthama mund të shfrytëzohet në disa mënyra, nëse ato e duam, por mjafton të lexojmë se për çfarë mund ta përdorim dhe nuk na humbasin asnjë gjë, mund të riciklohet çdo gjë në kuzhinë. Ja. Avokadoja përdoret shumë. Po, shiko, është kusht që për këtë recetë duhet jetë avokadoja e pjekur. Në që të miksohet. Po, të frullë. Bëhet kremoze më kollaj. Kur të kaloj në blender, të kaloj lehtë. Ja, e presim në kubik të vegjël dhe avokadon dhe e kalojmë përsëri në lëng limoni. Po, ja kemi këtu gati lëngun e limonit. Madje kjo është e pjekur shumë. E ndihmon në fakt përdorim në salat, po nuk do të. Tani s'kemi më pjesë me gatimin, por është një supë që mund të konsumohet në sasira, kuptot. Në sasira të vogla, edhe për fëmijët. Është e mirë, po. Ja, e kalojmë këtu. Me atë rast mësojnë dhe nënat e reja një recetë për bebat e tyre, sepse është fikse edhe për fëmijët, me pak, ndoshta më pak avokado, kungulli, po. Thash, në sasira më të vogla, po, në sasira kungull, kos. Kosin e fëmijëve ja u japim. Po. Pak limon që mund të ketë kjo. Është e pranueshme. Kur bëjmë për fëmijën do të hedhim një pikë, nuk do të hedhim një gjysmë limoni. Po, kumin mund mos përdorim fare. Kemi dhe edhe ajk. Kur i bëjmë për fëmijët, sigurisht mund të, ditën që kemi zjerë pulën, mund të marrim edhe një çik lëng pule. Kaq, asgjë tjetër. Tani lëngun e hedhim këtu. Jo shumë, se na prish shijen. Pastaj shijen. Kryesisht, përbërësi kryesor që duhet jetë më me shumicë është avokado, ja? Po. Ndaj edhe emrin receta e ka supë në avokado. Janë përbërës jeshil që na bëjnë shumë mirë për metabolizmin. Duke përdorur yndyrën e avokados, ne këtu nuk do të hedhim fare yndyrë. Po, ka vetë avokado, ja. Po. Ja. Okej. Shpresoj të më jetë ftohur. Po, sa po ne të bëjmë në kubik të vegjël këtë pjesën e avokados, shfrytëzojmë edhe kungullin, siç kundër e tha zonja Vjoca, për të ftohur derisa të jenë ndoshta në të njëjtën temperaturë edhe me avokado, do ishte akoma më mirë, por do të shkëputemi për shumë pak publicitet dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën. Tashmë jemi gati për të frullatuar përbërësit dhe për të përftuar një supë të shijshme me avokado. Pra, si që shikojmë, kaluam kungullin dhe e bëm gati në një krem. Tani do të hedhim kumin. Pak kumin, unë kisha më tepër se ç'duhet. Një lugë kafeje krip. Mjaft. Po këto qepë do t'i grim të vogla? Në fund fare do t'i grim shumë të holla, pak piper të zi. Nëse do t'a bëjmë supën, t'a përgatisim për fëmijë, nuk do t'a hedhim piperin e zi. Dhe tani do t'kalojmë kosin, kalojmë avokadon. Dhe më pas kosin, ja ta heqim pak më njanë. Okej. Kush e ka qef avokadon që i pëlqen shija, është një mënyrë për ta shfrytëzuar sa më shpesh atë. Dhe tani mund të përdor sa të dojmë. japim trashësinë që ne dëshirojmë
duke hedhur kosin, Një luk, Niki. Pra, këtu kemi dhe 600 ml thash lëng pule. Ndonjëri mund ta ketë të freskët, por kur e përgatisim me shpejtësi, na vjen në ndihmë shumë koncentrati knor. Ja. Edhe më pas ajkun, ndoshta në fund fare i hedhi zonja Vjollca këto bashkë me dekorimin që i bën me Në fletët fund fare do të hedhë qepët e ajkun njoma. vetëm për... Ja. Niki? I largojmë të gjitha dhe më pas e servirim. Ja ku e kemi servirim. tasin. Thash, japim trashësinë që dëshirojmë ne. Po është kremoze, besoj se është fiks në trashësinë e duhur, sepse tamam sup kremi. Mund ta bëjmë edhe më të hollë. Vendosim dhe një tas për gjithë Duhet një luk familjen. për ta Po. marrë gjithë pjesën e brendshme. Pastaj pjesa e kripës është sipas dëshirës. Këtu kemi ajk, tham nuk kemi përdorur fare. Ja. Ajo edhe për të thyer ngjyrën, po edhe për shije. Atëherë grim dhe pak bishta qepësh, ja se kam këtë drasën këtu. Desha vetëm çika të thikën e madhe, që unë Thikën tënde. mund të punoj më lehtë. Thikën tënde jeshile, pa cilën nuk... Po. Ja. Ndërkohë, unë po bëhem gati për të nxjerr tavën, E nxjerrim tavën, për t'i se do t'i serviru të tregojmë dyja anvisave që jo, tava ka përsëri punë. Po, vetë për të bashkuar bashkë me recetën tjetër. Ndërkohë që zonja Vjollca pret dhe mbaron servirjen e tasit, unë më ndihmon regjia për t'ia lexuar edhe një herë anvisave, përbërësit e supës me avokado, të cilën e përfunduam dhe kemi servirur tashmë, dhe në ç'na mbetet gjë tjetër vetëm për ta shijuar. Sigurisht që receta tjetër nuk ka përfunduar këtu, i duhet ende kohë për t'u mpiksur, vetëm sa kanë filluar të rrudhen pak kërpudhat, por këto janë përbërësit e supës. Supë me avokado, 2 kunguj të njom, 600 ml koncentrat, perimesh në këtë rast, 2 avokado, gjysma e lëngut pra e një limoni, 250 gram kos, 1 lug kafeje kumël, 4 lug gjelle ajk, krip, piper i zi dhe 2 qep të njoma, tek të cilat do të përdoret pjesa jeshile e tyre. Po. Deri ku është? Unë do t'i kthej edhe një herë. Po. A është e dukshme që Që këto nuk janë janë gati. kthyer, jo, Që janë kthyer që një këto herë. janë kthyer një herë, por thash nuk duhet asnjëherë që të thahen, Do t'i kthejmë edhe një herë kështu. Akoma ka punë që të zjejmë dhe unë them që do dhe pak s'ka kaluar Pas ai të hedhim çerakoshi. djathim, ose- Pastaj do t'i hedhim djathin në komplet sipërfaqen, jo kaq pak. Po, Unë ta hodha hedhim- për shembull, do t'i hedhim pak më shumë dhe atë 100 gramshin, 150 gram, sa dëshironi ju. Dhe më pas do ta lëm 5 deri në 10 minuta duke e shtuar dhe 20 gradë akoma temperaturën. Tepër, Temperatura 220 gradë dhe do të hani një tavë me pulë dhe kërpuda shumë të shijshme. Dhe pasi të kemi përfunduar gjithë gatimet që ti na përgatite, sigurisht që uji fap nuk i mungon tryezës tonë, por fillimisht unë do të shërbej me një gotë ujë. Shumë faleminderit. Të lumshinduar, të faleminderit që na sjell receta kaq të shijshme për gjitha anvisat, cilat janë shumë të vëmendshme për t'i shënuar dhe për t'i gatuar në familjet e tyre. Ne do ta përfundojmë këtu këtë transmetim gatimi. Hapësira e gatimit ka përfunduar, por sigurisht pjesa e tretë do të vazhdoj me atë çka ne kemi përgatitur për ditën e sotme. Mos harroni në balkan.com të lexoni të gjitha recetat në rubrikën gatimi, sigurisht të na ndiqni në Facebook Vila 24 dhe gjithçka hidhet edhe me video në balkan.com. Mirupafshim. Mirupafshim.